Rasti i gazetarit Sami Currit, të cilit ju dogjë makina në Bulqiz, rikthen në vëmendje një fenomen shqetësues. Kërcënimet ndaj gazetarëve nuk janë më raste të izoluara, veçanërisht gjatë muajve të fundit, ku disa gazetarë kanë publikuar mesazhet kërcënuese që ju vinë në inboxin e tyre. Kërcënimet vinë për shkak të punës së gazetarëve dhe temave që ata trajtojnë, sidomos temave investiguese. Këtë panorame konfirmon edhe raporti i fundit i Reporterëve pa kufin, ku Shqipëria këtë vit ka rënë 3 vende më poshtë se vitin e kaluar, duke u renditur e 83-ta në tabel. Në raport theksohet se media ndikohet nga politika dhe interesat ekonomik, ndërsa gazetarët përballen me presion, intimidim dhe mungesë informacioni. Pyetja që duhet të ngrejmë është se pse qasja ndaj gazetarëve është bërë kaq e dhunshme në vendin tonë. Për të kuptuar klimën aktuale, por edhe vështirësinë e përditshme të gazetarëve në punën e tyre, Zëri pyeti kreun e Asociacionit të Gazetarëve Shqiptar Isa Myzyrajn dhe kreun e Unionit të Gazetarëve Shqiptar Aleksandër Qipa. E ndjekim. Situata është padyshim shqetësuese. Rasti i fundit është djegja e makinës kolegu tonë Sami Curri në Bulqiz dhe ne kemi bërë thirrje dhe i bëjmë thirrje dhe autoriteteve që të përshpejtojnë hapat për hetimin dhe zbulimin e autorëve të kësaj ngjarje. Në rashin politik, situata vijon edhe duke u përkeqësuar. Ne kemi nga një anë kryeministrin e vendit i cili përmend me emra pronar media duke i akuzuar ata, dhe nga ana tjetër kemi liderin e opozitës i cili ditë pas dite shpall median si organizat kriminale dhe keqja e këtij vendi. Këto dy faktorë që janë shumë të rëndësishëm në perceptimin e qytetarëve për median, padyshim e kanë bërë Shqipërinë e bëjnë çdo ditë më shumë një terren më të vështirë për gazetarët. Padyshim e vlerësojmë si një gjë serioze dhe shqetësuese, sidomos për entitetin e gazetarëve profesionistë, sepse duhet jemi të sinqertë, aktualisht komuniteti i gazetarëve shqiptar ka një heterogenitet negativ. Një pjesë e mirë e të rekrutuarve në mediat e reja kryesisht janë persona ekstra profesionale, që vinë nga një mos përgatitje, nga një mungesë kualifikimi, nga një mungesë e dijenisë dhe njohjes së principeve dhe parimeve për gazetarinë raportuese. Dhe në shumicën e rasteve, në mediat e reja kemi problemin serioz të përdorimit dhe keq përdorimit të tyre nga grupe interesi, nga kategori, le të themi, ekstramediale dhe entitete edhe të dyshimta. Këto janë problemet serioze, të cilat në fakt arrin që ta indeksojnë negativisht lirinë e gazetarisë në Shqipëri. Reporterët pa kufin kanë publikuar raportin e indeksit botëror për lirinë e shtypit, ku Shqipëria ka rënë 3 vende krahasuar me vitin e kaluar. Si ndikon kjo në terrenin e përditshëm? Padyshim është një lajm i keq sa herë raportet ndërkombëtare e ulin Shqipërinë në indeksin e lirisë së shtypit. Pra, klima e sigurisë së gazetarëve dhe mediave është duke u përkeqësuar. Shqetësuese është edhe gjetjet e tjera të reporterëve pa kufi, siç është presioni direkt ndaj gazetarëve nga autoritetet politike, mazhoranca dhe opozita, thekson raporti, por edhe krimi organizuar. Pra jemi në pikën që thuhet e zeza mbi të barë, që krimi organizuar ndikon drejt për drejt tek gazetarët. Ndaj ne nuk mund të jemi as të qetë dhe as nuk mund të pretendojmë për integritet të lartë të informacionit. Raportet periodike që indeksojnë nivelin e korrupsionit në Shqipëri, në të njëjtën kohë tregojnë rritjen e korrupsionit. Dhe sa herë rritet korrupsioni, detyrimisht ka probleme me lirinë e shtypit, me lirinë e raportimit. Dhe kjo është e lidhur me këtë si efekt, sepse grupet e interesit dhe kahet politike në përballje me njëri tjetrin kanë rikthyer agresivitetin verbal dhe jo vetëm verbal, por politik. Klima e përgjithshme tashmë në Shqipëri për gazetarët është e dhunshme. Nga mendoni që bëron gjithë kjo dhunë? Pikë së pari, dhuna ndaj gazetarëve prodhohet nga retorika qeveritare. Dhe së dyti, opozita është gjithashtu me një retorik mjaft të ashpër ndaj gazetarëve edhe media. Ndaj burimi, unë mendoj i gjithë kësaj klime është pikë së pari politika, dhe pastaj janë edhe faktorë të tjerë, siç është faktori i krimit të organizuar. Ne kemi penetrim të krimit të organizuar direkt te gazetarët. Dhe kjo është padyshim shqetësuese. Pse është shqetësuese? Sepse krimi i organizuar tani më i di dhe i njeh gazetarët me emra.
u agjen numrat e kontakteve, u agjen se ku banojnë dhe me kë banojnë dhe arrin t'i kërcënojnë ato. Ndaj që situata sigurisht që është shqetësuese. Po mendoj që janë probleme të ndërsjellta. Edhe vetë brenda entitetit ton ka probleme. E para është bjerrur cilësia e raportimit, besueshmëria publike, ndërgjegjja dhe kultura faktologjike e raportimit. Ka probleme serioze me ndjekjen në mënyrë rigoroze dhe kronike të një çështjeje të abuzimit. Po përkundrazi, në një moment caktuar kur një medium e ekspozon korrupsionin apo abuzivizmin, mund të ndodhë ndërhyrja e dyshimt apo qoftë edhe, le të themi, komprometuese dhe ndryshohet qasja e raportimit. Sa herë çështjet ndërpriten, ka diçka që duhet dyshohet. Dhe në raste të tilla, inteligjenca opinionit të ndëshkon.